Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë mi. Ja ku po nisim ditën e sotme maratonën e gjatë të komentimeve të ngjarjeve që kanë ndodhur në jetën e artistëve shqiptar. Sot, njëherë pikës pari ju uroj të gjithëve, gëzuar këtë ditë të bukur, le të jemi të gjithë pozitiv, le të jemi të gjithë energjik dhe me mendime fantastike për njëri tjetrin, sepse nuk ka më bukur se sa të mendojmë e lumturinë e njëri tjetrit dhe gëzimin e njëri tjetrit. Dhe pikërisht këtë ditë sot do ta nis me adrenalin, do ta nis me pozitivitet, do ta nis me energji të mirë. Shuj edhe ku je nis. Të paktën kështu e ka lënë të kuptohet Egli në Instagramin e saj zyrtar, që sonte do të vinë 2 këngë, sonte do të vinë 2 hite, sonte do të vinë 2 tema interesante. Unë ditë më parë, kur komentoja këngën Shuj nga Fifi, Egli dhe DJ Gimi, do me thënë është një kombinim i mrekullueshëm këtë herë i bashkëpunimit, pash sa vija apo pash sa Gajtan të punuar në fustanin e Eglit dhe një përzjedhje të fustanit të Fifit, një fustani gjatë i zi me Gajtan ngjyrë gold dhe Egli pikërisht një fustan të kuq deri tek gjunjët me Gajtan ngjyrë gold. Gajtani ngjyrë gold i punuar në formë të lakuar gjithmonë simbolizon gjërat tona tradicionale, do me thënë veshjet tona tradicionale, muzikën tonë tradicionale, kulturën tonë shqiptare. Zakonisht është shprehur në të gjitha veshjet që ne kemi që nga jugu gjerë në veri me Gajtanin ngjyrë gold, Gajtanin ngjyrën e floririt. Dhe pikërisht unë këtu bazova që kjo këngë Shuj do të mban motive patriotike. Do me thënë do t'jetë një këngë që brenda saj do të mban motive patriotike. Kënga Ku je nis do t'jetë një këngë krejtësisht tjetër. Në fakt Egli nuk është se ka postuar shumë pjesë nga kënga Ku je nis, ka postuar vetëm një video që është e veshur me një fustan të bardhë të shkurtër. Do me thënë është krejtësisht gjë tjetër, por kënga Shuj po merr vëmendjen më të madhe sepse është komentuar dhe më herët, po komentohet pothuajse një muaj dhe pritet që të jetë një këngë shumë e bukur. Unë nuk e vë në dyshim fare që kënga Shuj sonte do të pushtoj zemrat e të gjithë shqiptarëve. Sonte do të mbërthej zemrat e të gjithë shqiptarëve dhe të gjithë do të jemi në fokus, do të jemi të fokusuar te kjo kënga për ta dëgjuar këtë këngën. Tani, kur e thashun që kënga do të ketë, do me thënë e keni video në YouTube ekziston 2 ditë më parë që kënga do të ketë motive popullore, Egli e faktoi këtë gjën se ditën e djeshme në Instagramin e saj ka postuar një fotografi me dallame, i thonë në Kosovë, me kaftane, i thonë në Maqedoni, me dimia, i thonë të gjithë shqiptarët. Do me thënë, nuk janë dimia tradicionale e Shqipërie, janë dallame, do me thënë është një kulturë që në fakt përdoret vetëm në Kosovë dhe në Maqedoni. Është një veshje shumë e bukur, është tradicionale, dhe këtu Egli, që tepër është veshur bukur, simbolizon nusen e Kosovës. Zakonisht nuset e Kosovës në ditët e para të tyre të martesës, apo në dasmat e afërta familjare, përdorin këto veshje të dallameve në kanaxhexhin e tyre, në ditën e parë të vjera, në dasmën e haxhës, të hallës, të dajës, të burit, do me thënë, i përdorin këto veshje, janë veshje simbolike të traditës të Kosovës dhe të traditës të shqiptarëve të Maqedonisë. Do me thënë, i përdorin këto veshjet konkretisht Tetova, Gostivari, Kumanova, Kërçova, do me thënë, kjo pjesa që kapën më shumë me gegët, ndërsa pjesa që kapën me toskët, për shumë Prespa, Dibra, Struga, Manastiri, nuk i kanë këto, i kanë më së shumti si nga zona e Shqipërisë. Do me thënë, janë simbolik shqiptare, që për ta kuptuar ku përdoren këto dallame dhe çfarë simbolizojnë këto veshje. Këto veshje simbolizojnë nusen, do me thënë, këto nuk i veshin gocat e pamartume, i veshin nuset këto veshje. Dhe pikërisht Egli, që është komentuar non-stop që është nuse Kosove, do me thënë me gjestin që ka një marrëdhënie, që ka një dashuri të hapur, që ka një emocion të bukur, ka përzgjedhur që në këngë të përdoren këto veshje. Do me thënë,
përfshirja e DJ Gimit në këtë këngën, Shuj Shuj, do të jetë një moment ku do të ketë plasje të këngës patriotike, jo patriotike me çifteli, do të thënë muzikës tradicionale, le ta quajmë. Besoj që kjo do të jetë hyrja e DJ Gimbos, pasi që tani më janë virale shumë në tre këngët me tupana, këngët pak me curle, e kuptoni që ka pak tupan curle brenda, dhe mendoj që gjithë këngës do të ketë një moment plasje që Egli dhe Fifi këtë momentin ta përdorin për diskoteka. Se kur ato të dyja do ta këndojnë gjithë këngën, për shembull Shuj 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 mos i thuj kërkuj, si është ritmi, në momentin që do ketë tupan edhe pak për shembull pak thule, ajo do plasën diskotekën, do fillojnë të hidhen faculetat, sepse ke parasysh domethënë si ndodhen. Ka pas shumë këngë të këtilla që kanë patur pak motive popullore dhe zakonisht Fifi është quhet për këto sekretet e këngëve bombastike që të ndezin skenën, Shuj Shuj duke që është këngë që do ndezin skenën. Ndërsa kënga Ku je nis, unë më duhet ta them dhe i kërkoj falje Eglit, do të thënë Egli e shoh që është duke punuar me një intensitet shumë të lartë, sepse po punon për kanalin e asaj të YouTube-it, për ta mbush kanalin që të fiton më shumë lekë fund të ditës, por edhe për të krijuar një repertuar të plotë që kur të ikën nëpër diskoteka të ketë të këndon. Do thënë kemi dy projekte që jam i bindur që të dyja do të kenë super fokusin e tyre në maksimum. Do me thënë të gjithë shqiptarët më janë të pozicionuar në YouTube, e di që kanë bërë subscribe si kanalin e Fifit, si kanalin e Eglit, sepse akoma nuk është treguar se në cilin kanal do të lançohen këngët, por unë jam shumë i bindur që këngët do të ndahen në dy kanale, sepse nuk mundet që të dyja të dalin ora 18 në të njëjtin kanal, nga që humbën efekti, dhe mendoj që kënga Shuj Shuj do të del në kanal të Fifi, ndërsa kënga Ku je nis do të del në kanal të Egli. Dhe kështu do me thënë janë në rregull, dy kanale lançojnë dy këngë, nuk ka asnjë gjë të keqe. Egli është shumë e lumtur për këtë projektin, me patjetër edhe unë po të isha në vend të Eglit, do të isha tepër i lumtur që kam realizuar një projekt të tillë. Dua të falenderoj Fifin për këtë gjë. Fifi, faleminderit shumë që pa marrë parasysh se sa do modernizohet muzika, ti me modernizimin e kësaj muzike ti ruan tradicionalitetin shqiptar, artist është ai që e ruan origjinën, që e ruan kombin e tij, dhe faleminderit shumë që e ke ruajtur tradicionalitetin. Më pëlqen që ju vërtet merrni famë, ju vërtet merrni klikime, por i keni të merituara, sepse nuk harroni të përfshini dhe tradicionale, nuk harroni të përfshini dhe atë më të rëndësishmen, Shqipen tonë të dashur. Dhe kjo është një mesazh për të gjithë artistët, se pa marrë parasysh se çfarë ne do të bëjmë, të mos harrojmë origjinën nga ku ne vim dhe të mos harrojmë kombin tonë të dashur, dhe pikërisht miksi i këngës Shuj Shuj, që unë e komentoj me ditë të tëra dhe kam thënë që në sekondën e parë, do të thënë është kjo. Sekreti i kësaj kënge është DJ Gimi. DJ Gimi do të bënamin, i cili do të nxjerrën në pa një pjesë të bukur tradicionale, një pjesë që e di që do ta ngrenë pesh të gjithë popullin shqiptar.